Thot Ibn Qayyim rahimullah, kush i shton sendet e lejuara, do thot sendet që lejon, në sens nuk janë haram. Në sens janë halal. Ti me shku me hangër tash të çki restoranti karshi se ki haram. Me shku me i marr 5-6 soka, me i pije, me i qelë se ki haram. Se lejohen. E thot Ibn Qayyim, kush i shton këtë gjërat e lejuara, mubah çka janë. Thot gradualisht ato gjërat që janë mubah kanë me të kreti me një disa vepra që nuk janë të preferuara. Për me pi një sok, 2 soka, 3 soka, 4, na është e preferuma. Do të plasi që edhe pak, do. Po kanë do të plasi barki mëre. E të na fillon që të botë jo e preferuar. Do thot nuk është mirë. E thot pastaj këto gjërat e jo preferuara kanë me të kre në haram pa e vërreti. Para shumë viteve, për shembull e kina pa shumë gjuna, shumë rrezik me ia dhon një gruas dorën. Tash për interes, për davet, ban me azga dorën, akota. Se më vaki zbutët zemra. Akota, na i zbutët zemra, ja zbutët imani ti. S'dije cala do dodhje. Po isha me të zbuti ti imani mirë për ti. Do thot arsia që e ban. E pse ban? Po që e ke koleshk, e ke koleg, ti hoqë si e mësue, për shumë të rish mes koleshkave, e di se ti ke gjematin burra për edhe daveti. Po mirë, kush ka thonë ti ishtë punësh mes grave? Kush ka thonë fetfa? Si mundet? Do thot ti vete ke rreziku veten. E për këtë arsye, do thot gradualisht, që thamë që nëse ja qel pak derën, ajo vetë të kreje, prejnë mubah me kru. Jo e preferuar. Prejnë jo të preferuar, të krenë haram ti severin. E kur do ecë ti shumë kilometra, do të ecë shumë kohë, pastaj do duket gabim ajo. Allah i na ruajt, Allah i na forcoft.